Ishte dhe Antonita Pavli dhe Pavlina Mani ishte me ata, duke mos gabojmë. Okej, dhe? Edhe Letër me vrim. letër me verë, këtha ajo. Edhe mua aty me lojti fiqiri. E thash më falë profesor eshtesh. Këtu thash njëri, njohë ke 5, njohë pa 5 është më mirë, thash. Ju duhet keni guximin ta thoni këtu, thash. Unë letër me vrim nuk të rejtë, thash. Edhe thash, ika më ndodha jashtë. Shirë. Po, ika më. I thot ajo, Lida të riqe ti thot në vend të mondit. Jo, tha Lida, ajo e kam pas shok klasën, ajo të vrek, tha po ta bëj unë një gjë të tillë. Ma ka thënë Lida këtë më pas, unë nuk e të rejtë letër me vrim. Në atë kohë kërcen, siç më tregojnë, në ky Andon Gjezari. Që është kjo, më fat se harrova edhe një detaj të vockët, se më janë fiksuar në mendje të gjitha këto. I thash këtë, për mua nuk ka rëndësi se kush del në premier, por edhe po s'isha në premier, se kam ndonjë problem, thash, por letër me vrim nuk të rreq. Në këtë kohë të riqet Zefi, të më fali Zefi, po është e vërteta, po ja tha me që mondi nuk do, tha po dalun në natë parë. E po me që Zefi do, thash le të dalë Zefi, edhe aty i ka unë. E u tha në thash kisha, po mund ma sol, kështu tha tash, jo, kështu plas tash unë, s'ka, do të dalë, le të dalë, thash edhe s'ka në një gjë. Edhe këtu do dha unë. Pastaj ndodhi ajo me Lidan, që i thanë të riqet se të req, unë ngrit Andon Gjezari, ne s'jemi letra bigjozi që na trajtoni në këtë mënyrë, ku e di unë se çfarë. U bllokua çdo gjë. Mblidhet drejtoria, këshilli artistik, kush do dalë grupi i parë tash në premierë. Dita e premierës ishte atje. Dhe ne në atë kohë nuk ishte si sot, që hajde orti të bëjmë një sevap edhe hyrë në teatr me ftesë pa leka. Jo, në atë kohë neve edhe për prindrit paguanim leka, s'kishte me ftesë atje. Vetëm shokët e komitetit të partisë, komitetit qendror, ata ishin pa leka. Po të tjerët të gjithë me leka. Edhe ne nuk dinim të prisnim bileta për shfaqjen, për të hapërmi tana, po mos prisnim. Dikuan nga ora 3:30 më në fund u vendos. Edhe tha, do dali mondi, Lida, ku diun se çfarë, edhe duam në premierën edhe. Kush e di se ti e ke përjetuar? Po ç'të të them, ajo çfaqje ka qenë e jashtëzakonshme. Dhe për të gjithë miqtë e mi e dinin se ç'kisha vojtur nga drita e gollit. Po megjithatë, jo vetëm që s'kam një, si thua, qefmbetje. Qefmbetje, po përkundrazi e vlerësoj shumë.